وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ربط الله falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit tonë, vullës pejgamberike, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes i fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë sunnetin e tina deri në ditën e gjykimit. Allahu na vofë prej tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Prej islamit më të mirë të dikujna prej njerëzve është që me vazhdua dhe me lon ato për cilën ti nuk je interes. Ajo e cila nuk je ti dobi persona mos më mirë me atë gjë. Andaj dashur vëllezër, a e keni vërejtur ndonjëherë se bota të cilën jemi duke jetu, dynjaja të cilën jemi duke jetu vetëm se po vazhdon edhe po ndryshon me shpejtësi. Por se përveç ndryshimit të dynjajës vazhdojnë të ndryshojnë edhe njerëzit tonë. Vazhdojnë njerëzit edhe të largohen nga drita e udhëzimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. E shihni se si vlerat tona vazhdojnë të tretën. Vlerat të cilat ne i kemi kultivuar vite me vite vazhdojnë të humbasin në mesin tonë. Morali vazhdon të zbehet, edhe njashtu edhe zemrat tona vazhdojnë të bëhen më të ftofta edhe të ngurthohen në raport me njëri tjetrin. Andaj përveç sajna, ky është realiteti të cilin na jena duke jetuar. Humbja e vlerave tona, zbeja e moralit tonë, ngurtësimi i zemrave tona është realitet në të cilin ne jemi duke u ballafaquar ditë me ditë. Në realitet i cili kërkon zhjimin tek ne. Zhjimi i cili duhet të jetë vetëm me kthimin te Allahu subhanahu taala edhe reflektim të thellë. Humbja e vlerave dhe përzierja e të vërtetës në të kotën. Thot Allahu në Kur'an: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. E ju asnjëherë mos vazhdoni që me përzihet vërtetën me të kotën edhe ta fshehni të vërtetën e ju të bukta me dije. Duke e bukta me vetdije plot, duke e fshehtë të vërtetën edhe duke u kapur pas të kotës. Allah i lartësuar në këtë ajet vetëm se neve na paralajmëron për një realitet i cili po ndodh para syve tonë. Njerëzit sot e përzihin të vërtetën me të vërtetën. Njerëzit sot më shumë janë të thirrur për me i thirr njerëz edhe me i ngre nga kota, nga ekët e ndryshme, sesa që throsin ata për ka vërtet apo ka drita e udhëzimit. E justifikojnë, vazhdojnë të gjejnë arsye për haramin, duke e justifikuar haramin e tyre edhe të largohen nga gjërat të cilat Allahu subhanahu wa taala ka bërë neve halal. Dhe kur flet për Allahun, dhe kur vazhdon ti këshillosh ata në emër të Allahut subhanahu taala, kur vazhdon ti këshillosh ata se këtë gjë të cilën ti je duke vepruar është haram sepse e ka ndaluar Allahu në Kur'an, është haram sepse e ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, vazhdojnë edhe me të çujtën ty si i prapambetur, vazhdojnë edhe me të çujtën ty se tashmë jena viti 2025, leje mo këtë ka ndryshuar koha, hadithet kur janë thonë ku koha e mëshme. Allahu në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Na nuk e kena dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por asgjë vetëm se mëshirë për këtë botë. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vlen për gjitha kohë deri në ditën kur Allahu ka dhënë me dhon fund kësaj dynjaje.
Andaj, kthimi te vërteta, reflektimi në të vërtetën është prej gjërave kryesore që duhet me bëu ne, sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi në hadith, innamal a'malu binniyat. Padyshim se veprat tona çdo sen që na veprojna, pranohet sipas asaj të cilën na e kena për qëllim. Ke bo mirë, kam u pranu te Allahu me qëllimin të cilën ti e ke. Ke bo keq, prap kam u pranu te Allahu, kam u rësit Allahu me qëllimin të cilën ti e ke pasur në zemrën tënde. Nëse qëllimi jo nuk është që me veprat tua, me besimin ton, me imanin ton, ti me e kënaq Allahun subhanahu wa taala, atëherë çdo sukses se cilin ti kime pa, sukses i jashtëm, vetëm se ka më hund në dështim i brendshëm në zemrën tonë. Shembull ndryshëm Allahu subhanahu wa taala në lidhje me këtë temë të cilin duke e folur na ka dhënë në Kur'an e tij pesnik. Shembulli i popullit të Adit dhe Themudit. Ata nuk u shkatërruan për diçka tjetër, vetëm për shkak të krenarisë, mendjemallësisë të madhe të cilën ata e patën, edhe gënimit me pasurinë e tyre. Tha Allahu në Kur'an: "Fa ma'adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haq." E sa i përket Adit, ata vetëm se janë shkatërruar për shkak të mendjemallësisë tyre, për shkak të kryer lartësisë tyre. Sot sa njerëz vazhdojnë edhe e bojnë të njëjtën gjë. Sot, sa njerëz janë në të njëjtën gjendje, sikur që ka qenë populli i Adit dhe i Themudit. Sa njerëz sot vazhdojnë me u krenua, me qenë me ndjema me pasurinë e tyre, me famën e tyre, me pozitën e tyre, me shtëpinë e tyre, apo me shoqërinë e tyre, apo me një vend punës të cilën ai e ka. Dërsa Allah po tregon ty shembull në Kur'an se shkaku kryesor sepse Allah e ka shkatërruar këtë popull, ka qenë krenimi me këto gjëra, mendjemallësia me këto gjëra. Andaj fjala më e mirë të cilën e ka thënë këtë temë është fjala e dietor Ibn Qayyim al-Jawzi, ku thotë Allahu më shoku thotë zemra e cila largohet prej Allah subhanahu wa taala e kërkon paqen në mesin e krijesave, ama ato asnjëherë nuk kanë gjetur. Një njeri i pasur, një person i cili ka pasuri, edhe dëshiron që me u ku mendjema para njerëzve, krenohet para njerëzve, ai dëshiron që tek njerëzit me e gjetë këtë paqe. Dëshiron që tek njerëzit më ku njëri mirë, ama asnjëherë nuk e gjen. Dikush i cili ka një pozitë madhe, dëshiron që para njerëzve më ushitën i tillë. Dikush i cili ka disa tituj ndryshëm, dëshiron që para njerëzve në zemrat e tyre me e fituar kënaqësinë, por se këto asnjëherë nuk e gjen. Asnjëherë nuk ka me gjithë, sepse thot dietari, thot poeti mas miri, se njëri i cili e ka shtrije dorën para njerëzve, çdo herë ka më koni në nëshmum. Do ta i cili drejtohet Allahu subhanahu taala, çdo herë kime koni ngritur. Andaj mos e mat asnjëherë lumturinë tonë. Mos e mat asnjëherë pozitën tonë me standardin e syve të njerëzve, por se mat ato në afërsinë të cilën ti e ke ndaj Allahu subhanahu taala. Mate standardin tonë, mate vlerën tonë në afërsinë se sa e kiti me Kur'anin, me namazin edhe me afërsinë se sa i devotshëm në fenë Allahu subhanahu taala. Pastaj prej gjërat të cilën ai na duke i thuar humbja e kohës e cila është më e çmueshmja, apo pasurinë të cilën na vetëm se nuk e kthejnë, ama thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihi ma kathirun minan nas. Dy gjëra, dy mirësi të cilat Allah subhanahu taala ja ka dhënë njerëzve, shumica prej njerëzve nuk ja din vlerën e tyre. Shumica prej njerëzve këtyre dy mirësive vetëm se nuk janë kënaqur, nuk din me shfrytëzue. Fa as-siha, fa shëndetit të cilën ata kanë, wal farag edhe koha e lirë. Shumica për njerëzve kur e kanë shëndetin nuk dinë me shfrytëzu ato për të vazhdojnë dhe harxojnë edhe e kalojnë jetën e tyre në gjëra kot. Shumica për njerëzve kur e kanë kohën e lirë nuk dinë se çka me bën, nuk dinë se si me shfrytëzu ato, pastaj kur janë të zënë me punë apo kur i humb shëndeti, vazhdojnë edhe vajtojnë ato të cilat i ka kaluar atyre. Tha Allahu në Kur'an duke përshkruar vlerën e kohës, wal asr pasha kohës. Allah subhanahu wa taala nuk ka ndodhur që të betohet në diçka në Kur'an, vetëm se ajo ta ketë një vlerë shumë të madhe. Vetëm se ajo të ketë vlerën e madhe, pozitën e madhe në mesin e njerëzve. Wal asr pasha kohën, innal insana lafi khusr. Edhe padyshim se njeriu është në humbje. Çish është njeriu në humbje? Në humbje është sa të që ti nuk ja din vlerën edhe nimetin kësaj kohe të cilën Allah subhanahu taala ta ka dhënë ty. Sepse çdo ditë e cila kalon është vetëm një faqe e jotja. Është vetëm një faqe e jotja të cilën ti e ke mbush me fjalët e tua, me veprat e tua, edhe kalon kjo. E këtë faqe ti me lexuar ti ditën kur dash para Allah subhanahu taala. Ditën kur dash para Allah, sepse çdo njeri prej neve e kena një melek të krahun tonë i cili vazhdon edhe e shkruan çdo gest, çdo fjalë, çdo vendim tonë të cilin na e kena. Andaj shikoje vetëm kur devotshmëria e vërtetë është atë kur ti je vetëm me Allah subhanahu taala. Sot shohim njerëz të shumë të cilin kohën e tyre e kalojnë në gjëra koti, me telefon shumë, apo vazhdojnë me e kalojnë me debate të kota. Debate për të cilat nuk kime pasën dobi asnjëherë,
vazhdojnë e kalojnë me seriale të ndryshme apo me lajme të cilat prej tyre nuk je dobi ti. Koha është jeta e jonë. Koha është shumë e vlefshme. Koha është krejt pasuria jote. Andaj kush e humb këtë kohë, kush nuk e shfrytëzon këtë kohë, vetëm se e ka humbur vetveten e tina. Vetëm se nuk ka ditë me e shfrytëzue rininë e tina, nuk ka ditë me e shfrytëzue jetën e tina. Prandaj kur dash para Allah subhanahu wa taala kemi thonë ja lejtani qaddamtu li hayati njeri jon. Sikur se kisha me përgatit diçka për veten tënde. Ama atëherë është vonë. Atëherë është shumë vonë. Tash e ki momentin. Tash e ki mundësinë që ti me e punue për që ti. Tash e ki mundësinë që ti me e mbjell në jetën tënde e me e korë ditën kur dash para Allah subhanahu wa taala. Imam Ahmedi ishte shembulli më i mirë i cili edhe pas torturës të madhe të cilën ai e pa, edhe pas asaj të atë qeveria atëherë e burgosi atë edhe vdish në burgun e tina asnjëherë nuk e humbi shpresën, asnjëherë nuk e la vetën e tij që i humb kohën e tina kot. Edhe në burg atje, edhe me torturën e madhe të cilën e kishte, ai vazhdonte të studionte edhe të kërkonte pejgamberit Allah subhanahu wa taala. E mbas gjithë kësaj na thonte në çdo frimarrje të cilën ti e merr është një mundësi e kthimit te Allah subhanahu wa taala. Çdo frimarrje të cilën ti e merr e keni mundësi me thonë astaghfirullah për një mëkat të cilën ti e ke bërë. Në çdo frimarrje të cilën ti e merr e ke mundësinë me u pendue edhe me shpreh pendimin tonë te Allah subhanahu wa taala. Andaj sa herë na kemi thonë gjatë jetës tonë se nesër kam ndryshuar. Sa herë na kur e kena vazhduar me këshillu dikon, ka thonë po hoxh, mirë e ki, duhet më fal, mirë është më fal. Lloj dashur. Nuk kena të thonë na edhe as nuk kena të nu ndyshim se a është mirë më fal apo nuk është mirë më fal. Është obligim më fal. Nuk është puna a është mirë apo s'është mirë, po është obligim. Nëse këtë obligim ti nuk e kryen, ki më përgjigjsh para Allah subhanahu wa taala. Sot njerëzit ka thonë se kur vjen Ramazani, komë ninu Ramazanin, edhe pej Ramazanin më shumë se në komë ilon dhe komë ndryshuar. Ama duhesh me ditë sen. Se vdekja asnjëherë nuk pyet se çka kimë bëti nesër. Vdekja nuk pyet asnjëherë se çka kimë bëti nesër. As nuk e prit të nesërmën. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil. Jeton në dynjë sikur se ti jeni huaj apo sikur se jeni udhëtar. Të gjithë pyetën dini se ti ç'është jeta e një udhëtarit apo ç'është jeta e një personi në vendet e huaja. Shkon aty pozicionohet edhe nuk mendon diçka për me bëu më larg. Vazhdon të punojë aty me mbledh pit mirave edhe largohet pi atij vendi. Apo arsyeja shumicës njerëzve që kanë ardhur në këtë vend këtu pe vendinit atje kanë ardhur që me rregulluar një jetë edhe më udhëtim prapë vendin e vet. Kështu është jeta e besimtarit në dynjë. Ke ardhur në këtë dynjë me punue për Allah, me nështruar Allah subhanahu wa taala, edhe në fund ja dërthuar shpirtin e Allahut edhe me dalë edhe me jetu në xhenetin e tina, xhenetin e përhershëm. Një herë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i varrim i thot sahabëve vazhdoni edhe kujtojeni vdekjen. Kujtojeni shkatërruesin e kënaqësive. Kush është shkatërruesi i kënaqësive dhe është vdekja. Vdekja i mbaron të gjitha. Vdekja e mbyll derën e të gjitha dëshirave të cilat ti i kije. Ndërsa sot njerëzit vazhdojnë që me e pasur rrymën e moralit tyre edhe të bëshllokun shpirtëror sepse janë vënë mbas diçka tjetër. Zujeni nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantara wal dhahab wal fidda. Sepse njerëzit është vazhduar me u zbukuruar në zemrat e tyre jeta apo është vazhduar me u zbukuruar atyre dëshira për me pasur epshe të kota, dëshira për me pasur pasuri të madhe, dëshira për me grumbullu pasurinë e tyre. Andaj këto janë të dëshira natyrore. Këto janë dëshira të cilat ti i ki vesh në dynjë, por kurse ato të zëvendësojnë dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, zemra fillon të musnue. Kur dëshira për dynjën, dashuria për dynjën e zëm vendin në zemrën tonë për të ndaj dashurisë të Allahut subhanahu wa taala, kjo vetëm se vazhdon edhe prishet, edhe vdes zemra jote edhe ngurthot ajo. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha fasadat al-qalbu fasada al-jasadu kullu." E kur të prishet zemra, vetëm se është prishë edhe këtë trupi. Kur i prishet zemra besimtarit vetëm se mund nuk dinë në minutë se çka është haj për to. Një njeri një herë pe herave erdhi tek Hasan el-Basri, Allahu më shoh dhe i tha: "O imam, sa herë që po bojna dua, pe shohni se zemra ju nuk po është shumë e përqendruar. Sa herë që ulmi edhe dojna me bë dua me lut diçka Allahu subhanahu wa taala, e vrejna që me zemër nuk jena prezant aty. Pa zemrat e juve, i përgjigjet imamit, zemrat e juve janë rrugëruar me diçka e cila është prej kësaj dynjaje, prandaj fjalët tuaja nuk ngjiten hiç lart në qiell." Kur ti zemrën tënde e ke lidhur për litarin e kësaj jete, e kësaj dynjaje, fjala jote, doja të cilën ti e bën, nuk shkon hiç te Allahu subhanahu wa taala.
Kur e pyetën Sufjan al-Thaurin sepse nuk po kena përgjigje për duat tona, tha mos jam mbylli përgjigje duave tuaja me mëkatet të cilat i bëni. Gjunat të cilat i vazhdon me i bëj çdo ditë. Mëkatet të cilat i bën krahas Allahu subhanahu wa taala çdo ditë janë pengesë, janë rrugë mbyllëse mes përgjigjes duave tona ndaj Allahu subhanahu wa taala. Fjala e Ibn Taymiyes, Allahu më shoh tha, zemra është sikur se peshku. Njëjtë sikur se peshku nuk mundet me jetue larg ujit, edhe zemra nuk mundet me jetue larg ujit të dhikrit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhikri, përmendja ndaj Allahut subhanahu wa taala është ujë për zemrën, është ujë që e mban këtë zemër gjallë. Andaj Ibn Taymija krahasoi zemrën me jetën e peshkut. A jemi gjallë na me zemrat tona apo jemi thjesht duke lëvizur pa qëllim? Apo jena këtë dynjë dhe nuk e dina se çka na të duhet. Jena kena orë këtë dynjë dhe nuk e dina se kena të hedh. Jena orë këtë dynjë dhe nuk e dina se çka na të veprua as qëllimi sepse na të veprua. Tha Allah subhanahu wa taala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë nuk i kam krijuar njerëzit edhe gjindet për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë mua. Andaj rruga e shpëtimit vetëm është kthimi te Allah subhanahu wa taala. Tha Allah në Kur'an qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtua i cili vazhdon edhe e pastron shpirtin e tina, wa ka khaba man dasaha, ndërsa ka dështuar i cili vazhdon edhe e ndot atë. Shpëtimi nuk vjen nga pasuria e as nga pozitat e ndryshme, por se shpëtimi vjen nga pastrimi i shpirtit, nga lidhja e fortë me Allahun subhanahu wa taala. Tha Allah në Kur'an kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt ka më shijuar vdekjen. Edhe çdo shpirt, çdo njeri prej neve, në ditë prej ditëve ka më kthyer te Allahu subhanahu wa taala. Përveç se kena më kthyer te Allahu subhanahu wa taala, atëherë kena më po çdo sent të cilin na kena vepruar, e kena vepruar në këtë dynjë. Andaj, kujtoje vëllai dashur besimtar, se një ditë prej ditëve do të jemi në ndaj. Në ditë prej ditëve do të jemi në këtë tokë të cilin sot jena duke e shkel. Në ditë prej ditëve përveç se do të jena në ndaj, atje s'kena më pasur pozitën. Atje nuk kena më pasur të titull. Atje s'kena më pasur pasurinë. Atje nuk kena më pasur famë. Por kena më pasur vetë veprat e tona të cilat na i kena bërë. Kena me pas Kur'ani si ndërmjetësim, kena me pas namazin si ndërmjetësim, kena me pas këtë vepra tjera si ndërmjetësim të cilat do të lehtësojnë natën e varrit për neve, edhe do të lehtësojnë llogaritëdhënien para Allahut subhanahu wa taala. Andaj, ajo se çka mbetet me neve çdo herë mas vdekjes tonë është ajo të cilën e kena vepruar për hir të Allahut subhanahu wa taala. Fjala e Imam Shafiut, Allah më shoft është këshill për gjithë neve. Kur ti je vetëm, dije se Allahu është duke pa tyje. E kur je me shoshni, dije se Allahu të dëgjon ty. Çdo njeri prej neve, atëherë kur është vetë i bën shumicën e mëkateve që nuk duhet apo njerëzit. A më di se Allahu çel ty. Edhe kur je vetë, kur je me shoshni, çdo njeri prej neve munduhet me folën diçka, me thonë diçka e që ndoshta ajo është fjalë e cila nuk është për Islamit, por se e thot to për me shtije të tjerë me kish. Kur je me shoshni, tha Imam Shafiu, dije se Allahu dëgjon edhe atëherë. Andaj dashur besimtar, ky është realiteti të cilin na e jetojmë çdo herë. Kjo në këtë botë kjo është bota e cila na thret neve ka zhurma. Ama Kurani çdo herë thret ka qetësia shpirtërore. Kurani çdo herë thret ka rruga e udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Një kohë ku njerëzit vetëm se e kërkojnë famën, ama e harrojnë shpëtimin te Allahu subhanahu wa taala. Një kohë ku shumë sy janë të hapur, ama vazhdojnë që zemrat e tyre me i pasur mbyllura. Le ta ndryshojmë këtë realitet duke filluar nga vetja e jonë. Le të vazhdojmë me ndryshuar këtë realitet tonin që nesër me pas një gjenerat tjetër, nesër me pas një kohë më të mirë, nesër me pas një periudhë më të mirë tjetër tonë. Andaj le të themi te Allahu subhanahu wa taala me zemër sinqert, me pendim të pastër te Allahu subhanahu duke u penduar te Allahu për çdo sent të cilën kena bërë të kaluarën, edhe veprat të cilat të vazhdojnë të shtojnë veprat e mira, e që do të ربنا بشرنا الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأنا خلفه واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.